Vilazhia jemi drejt për së drejti me Velio Sport duke transmetuar këtë ndeshje shumë emocionuese, plot rivalitet. Pjesa parë 7 Pjesa parë 7 për veteranët e Vjos 6 Vllaznia me një rivalitet plot nga të dyja ekipet. Për ekipin tonë dallohet profesor Tandurru për lojën e tij. Presim pjesën e dytë të rritemi në lojë për të treguar veten tonë. Një gërshetim mes elementit me përvojë dhe me disa të ri që duket se Vllaznia e veteranëve e mban gjallë edhe këtë sport. Kemi arritur të gjejmë gjuhën e përbashkët. Kemi arritur të gjejmë gjuhën e përbashkët midis dy brezave që janë gërshetuar më së miri në lojën e tyre. Si e parashikon pjesën e dytë? Do ta barazojë dhe mund ta fitojë Vllaznia? Shpresojmë, por me eksperiencën e tyre Vjosa qëndron pak më lart se sa ekipi jonë, shpresojmë të marrim më të mirën. Faleminderit Veli Haxhia, skuadra e Vllaznisë ka zbritur në fushë për pjesën e dytë. Veli Haxhia është një trajner për momentin, por edhe një handbollist i Vllaznisë që luan edhe në fushën e lojës.